De facto është luftë ndaj një vendi antar të NATO-s. Të NATO-s, po. NATO, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, vendet e tjera evropiane antare të NATO-s e kanë shprehur qartë vullnetin e tyre për të aplikuar nenin 5 në mbështetje të vendit antar të NATO-s që presupozohet të sulmohet nga vendi më i rëndësishëm i NATO-s, themeluesi i NATO-s. Pra, ne këtu do jemi në një pozitë unë nuk do doja të isha ministër i jashtëm në këtë momente. Çfarë deklarate jep Tirana? Në momentin që ngrihet flamuri amerikan në Grenland, Trumpi e tha edhe sot që nëse do na duhet do e marrim me forcë. Çfarë ndodh? I hapet luftë Danimarkës. Danimarka është e detyruar të sulmojë, të mbrojë territorin e saj. Pra çfarë ndodh? Kemi të bëjmë de facto me një prishje të NATO-s. Atëherë në këtë moment Shqipëria qëndron në mbështetje të një NATO-je të re evropiane apo qëndron në mbështetje të bordit paqes që do na zgjidhi gazën. Tani, ka edhe një element komik, tragikomik. Kush është elementi tragjiko-komik? Po ta shohim gazën, nëse mundet para se të vesh te gaza Ralf, të shtojmë diçka këtu që një pjesë e mirë e vendeve anëtare të NATO-s janë të përfshirë në bordin e paqes. Jo, po s'kan dhënë ende pëlqimin e tyre. Dakor, po hezitojnë sepse kanë pikë pyetje për bordin e paqes. Ju është çuar ftesa. Dakor, jo, ftesa i është çuar edhe Vietnamit, se çlidhe ka Vietnami me gazën. Kështu që nuk është një kompliment i madh që është thirrë Shqipëria bashkë me Vietnamin. Por, po ta shohim gazën. Në kuptimin e raportit strategjik të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara, po. Po ne kemi këtë partneritet pavarësisht bordit paqes. E kemi para Ramës, pas Ramës. Edhe Maqedonia e ka, po nuk e ka këtë ftesë. Ky personi që sot është non grata, një kohë ishte kryeministri që tha it's a miracle. Kur Shqipëria antarësua në NATO. Pa u futur këtë analizën e politikës diellës. Edhe Maqedonia e ka, edhe pretendon se e ka, po nuk e ka këtë ftesë. Nuk e dim, nuk jam i sigurt për këtë. Nuk e dim pra. Nuk ka konfirmim, as nga Shtëpia e Bardhë, nuk ka konfirmim as nga disa vende. Sepse sipas asaj që tha Donald Trump, në fund të njoftimit, paktën në ditët në vijim do dalin edhe njoftimet e tjera. Me sa kuptoj, në Davos do të shpallet lista e plotë e vendeve që janë ftuar dhe kanë pranuar. Tani, se lind pyetja, çfarë do bëj Shqipëria në këtë bord paqe? Se çfarë do bëj Shqipëria? Po të ngrihemi me helikopter mbi liçenin e Ohrit, aq është Gaza. Gaza është sa liçeni i Ohrit, si hapësirë gjeografike. Dhe me që po Gradeci ka ujë të pishëm, ndoshta Edi Rama që s'na jep ujë të pishëm në Tiranë mund të angazhohet me ujësielësin e Gazës për t'i dhënë ujë të pishëm Gazës. Kuptoj ironin tënde. Po jo pra, po me një fjalë është fantastike, me një fjalë duhet një bord kaq i madh paqeje, me një bord ekzekutiv, me një komitet ekzekutiv, ftohet Tony Blair për të menaxhuar liçenin e Ohrit. E kupton? Në Thonjza, liçenin e Ohrit në Thonjza. Tani ti e ke merakun me bordin e paqes apo me Shqipërinë që s'ka që jep këtij bordit paqes? Ne po mbigëzohemi se jemi ftuar të marrim pjesë në një entitet i cili është ende me pikpyetje, ndërkohë që edhe roli ynë është totalisht i pavlerë në këtë bord paqe. Me që më thënë që Rama po e përdor politikisht, për çfarë i shërben në këto momente? Narrativës. Një minutë, për çfarë i shërben? Në këto momente Ramës i shërben. Po përpiqet që ja unë kam mirë, pra ka rënë edhe Rama në kurthin që i ka ngritur mbase opozita apo një pjesë sa do e vogël e opinionit publik, që Rama nuk e ka mirë me Amerikën. Për momentin sigurisht Rama po e përdor si kapital politik brenda vendit të tij. Ashtu siç edhe Trumpi po përdor çdo aksion të vetin për kapital politik brenda vendit të tij. Trumpi përballet me zgjedhjet, midterms, i ka shumë keq punët, me sa duket. Ka shanse që ta fitojnë demokratët Kongresin brenda vitit. Në këtë moment do përballemi me një shkarkim të mundshëm të presidentit Trump. Pra, jo. Vitin tjetër. Mirë, mbase. Fillon me njerë. Këtu te kjo. Po mi pra, pyetja juaj ishte. Pyetja juaj rin këtu në Gaza. Po. Pyetja juaj ishte këtu që s'kemi ujë të pishëm në Tiranë. Edhe drita. Ishte gjithë Tiranës pa drita me sa po lexoj portale. Pyetja juaj ishte apo e përdor Rama, sigurisht që po e përdor. Dhe çdo kush që do ishte në vendin e Ramës do e përdorte. Kështu që nuk kemi të bëjmë me asnjë anormalitet në këto momente. Aulon, a ju rrëzua narrativa PD-s që Rama Duron, siç e quani ju, nuk e duan amerikanët pas kësaj ftese? Për shembull, ti kur e lexove këtë ftesën, çfarë the? Mos. Patjetër. Shiko, për hir të vërtetës. Na e futin Thonjza Rama. Po, jo më fare, s'ka lidhje, sepse unë nuk jetoj në botën e çuditërave, Liza në botën e çuditërave, që të mendoj që në një moment caktuar do vinë amerikanët dhe do marrin me helikopter Edi Ramën. Në Surrel. Këtë e kam thënë gjithmonë, sepse e para nuk kemi një urdhër ekzekutiv për urdhër arresti për zotin Rama ndërkombëtar, kështu që kjo është jashtë çdo lloj logjike.
Maduro ishte çështje tjetër. Kemi non grata për doktor, mos ta marrin doktorin ore me avion. Pra te kemi non gratën faktin. Këtë e thuti s'ka problem. Ai s'lejohet shkelja. Ne duhet kuptojmë diçka. Në çfarë konteksti ndodhem sot marrëdhëniet